Ky emision mundësohet nga Mirë mbrëma dhe përshëndetje miqtë e mi të dashur të në Zoom. Por I takohemi përsëri edhe këtë të premte me mua Albina, nuk kam ndru dhe nuk e kam ndërmend të paktën edhe për një kohë. Por I takohemi kështu në një epizod të re në kanalin zyrtar në YouTube, por për dallim prej herave të tjera, temperatura gjatë kësaj jave për mashallah kanë qenë -7, -8, po kjo nuk na ndal neve që me rubrikën e parë ta nisim një storje që ka të bëjë sigurisht me personazhet më të spikatura gjatë këtyre ditëve dhe kemi fjalën për Big Brother VIP Albania. Vox Popit do të realizohet tani në kryeqytet për t'i pyetur qytetarët se çka mendojnë për gjestin, Egljen e shumë detaje të tjera sa I përket këtij formati. A menon që Gjesti ka me kon fitus? Fitus është, fitus, dej vdekje fitus Gjesti, dej në fund. Bravo. A mendon që Gjesti ka me qenë fitus? Që jo faleminderit. A ka me kon Gjesti fitus sipas teje? Se këshyre, no. Apo e këshyr një Big Brother? Jo, valla, unë se për cilin. A mendoni që Gjesti është fitus, garant ju ka ndalë videot e ti? Unë se këshyre asnjëherë. Hiç kur. Ja se këshyre. A ka me qenë Gjesti fitus? Po besoj? Tasha këshyra jo. Jo. E që shvedin që Ta ke qatë. Por, hiç. Gjesti na e ke pa, është një ideal I Kosovës. Po në Kong, ka era në YouTube të të gjë. Tjetër ja. A ka me fitu Gjesti Bigun? A ka me fitu Gjesti? A jetu e shiku Big Brother? A jeni të e shiku familja ju Big Brother? Kajtë. Pe pjellimi që e ka njës pej ditës pare. A mendoni që Gjesti ka me fitu I riu nga Kosova? Jo, po manipulojnë ata. Pse po mendon kështu? Pse për qatë arsye se me din kej që kë vetë për të regon vetën që është shumë I pa apte këtu. Jeni mësu shikues të rregull të në Zoom që pothuaj se çdo të premte të kemi diçka nga teatri, nga kinemaja, po këtë herë duam të ju tregojmë prapa skenat e serialit shumë të shikuar e që po na bëjnë krenar çunat me rolet e tyre. Bëhet fjalë për Shtëpia e Madhe. Në setin e xhirimeve nga ky serial, unë dua t'ju tregoj shumë detaje interesante. Një serial që ka bërë për vetë këdo, me një histori teje të ndjeshme, që ka përjetuar në mos secili shqiptar të shumt prej tyre. Çdo ditë më shumë që të rrem borxha e njerëve që ka më kanë të shkatruar më shumë. Po kritikën a marr.
Bëhet fjalë për emigrimin në vendet e tjera me qëllimin e vetëm për një jetesë më të mirë. Ka marrë dhomë po ashtin e qëto. Po qite si ju duhet. Kanë mjaftuar 12 epizoda që kasti aktorëve të këtij seriali të jenë artistë të pëlqyer nga audienca. Shtëpia e Madhe, me skenar dhe regji nga Arianit Hoti, të vazhdoj me sezonin e dytë, e tani e tutje përveç transmetimit në kanalin zyrtar në YouTube, a do ta shohim edhe në Klan Kosova. Në Zoom ishte pjesë e setit e ju sjell pamje ekskluzive nga xhirimi një epizode të këtij seriali të pëlqyer nga masa. Vlen të përmendet që mysafir në 3-4 epizoda është Alban Rexhaj, sa do tjetë dhe ai aktor në komplet sezonin, mbetet të kuptohet në vazhdimsi. Shikuesit e mi më të mirë të Në Zoom e din që asnjëherë nuk ju lëshoj pastorje ekskluzive, këtë herë kemi ardhur në setin e xhirimeve, ashtu si u thash më herët që do të vim në prapaskena të një prej serialeve që na ka bo shumë bashkë edhe që po e ndjejmë shumë një histori që ndoshta na ka ndodhur të gjithëve në familjet tona. Se për çka bëhet fjalë, unë mikrofonin tash veç e ka Arianiti, i cili do na tregoj shumë sa i përket xhirimeve të fundit të serialit Shtëpia e Madhe. Përshëndetje, është kënaqësi që në fakt unë jam sot me juve këtu. Përshëndetje. Na jena të xhiruar tash momentalisht episodin e 4, disa skena të episodit 3 dhe disa skena të episodit 4, serialit Shtëpia e Madhe. 2 episodat e parë kemi xhiruar më herët. Tash jemi në episodin e 4 ku me 28-in premte transmetohet episodi i parë. Qysh ju do rikthimi, ndoshta shikuesit ju kanë kërkuar shumë e kompatën në rrjetet sociale. Qysh është ndoshta për ty si ndjesi kjo që një me ke bashku krejt njerëzit në shtëpia të premteve? Po, qëre, na tek e fundit këtë punë për shta e bëjmë për publik, e bëjmë për mi pëlqy dikujna dhe kur na rrina me kap këtë mision, me realizu këtë mision, atëherë normal që për neve është arrit që ajo kryesorja që e kemi si ambicie. Rikthimi u konë shumë i mirë për shkak të ekipës, po nuk kena pazuar edhe shumë, nuk ka ro 2 muaj ditë, nashta 2 muaj ditë të mira. Edhe mendoj që kemi vazhduar aty ku kemi lënë. Tema, ka qenë një ndër temat që ndoshta është diskutu, po nuk kanë pas guximin thonjza për me realizu. Pse pikërisht Arianiti goditet tani me këtë projekt? Qysh e kanë prit njerëzit që e kanë përjetu? Unë mendoj që prit jashtëzakonisht mirë të marrë parasysh komentet që kemi lexuar në rrjetet sociale. Kjo temë na prek thuajse tonë, di kanë në mënyrë direkte, di kanë në mënyrë indirekte. Edhe u konë një temë që e ka ditë këtë Kosova, ko një oll pak e keqe, histori tonë, që nuk është shumë aty, është blikon që 10 vjetë. Edhe sigurisht edhe nuk kom pas familjarë, edhe nuk kom pas shokë që kanë tentu të njëjtën gjë me bo. Edhe para shumë edhe ajo ka qenë një farë lloj inspirimi për me bo serial. është rol që po më sfidon këgja shumë, që po e pëlqej tepër. Du këgja shumë, po edhe po munon këgja shumë. Psa, për shembull, nëse flasim në aspektin e psikologjikës? Ka barë të madhe, ka mbëjt të shkatrimi familjes, ka ndodhë raste tragjike, ka pa dekën me sy, edhe jënë dilemat mëdha që mas ne munojnë gjatë realizimit të rolit edhe kur nuk për di ku jo. A ka ndaj dozë personale të rolit tënd, që në mënyrë indirekte ka përjetu dikush jote ose te personalisht? Jo, s'kisha me thonë familje që kam dikon që ka. Raste që ka bu emigrim, po, ka flasë, kemi gati përty se cilë kemi dikon prej familjes, po në këtë lloj tragedie që ndodhin, nuk kam dikon ta. Biseda me aktorët e Shtëpia e Madhe ka vazhduar me Edlirin, i cili për Në Zoom i thot përshtypjet e tij për rolin që ka. Kush është sheraxhiu i ekipës tash? Hajde ta hapim zemrën tek. Me gjikësirë që shtë. Leoniti.
Sa për shembull? Fakt, më falë që po tham Leonidi, po jem koqa si bashkë. Po se di, kemi një farë kimie që është me Leonidin në shumë problem këtë ndram, fatmirësisht po më rrinë ka pak më nëlla në të seriale tjera. është do ashtë edhe me dalë jashtë, kejtë me pauzu një orë, diçka se është problem, nuk e di pse. Po për neve shumë mirë na kënaqem. Qësh je ambientu me rolin, po më intereson me dita, ke pas ndoshta ndaj gjë sfiduese që ke thonë s'muj me bo, po që të e pas Aranitin kolegë dhe shef, ke thonë hajtë se po bëj për të për shembull. A ka diçka që ti s'ke mujt me realizu? Jo, po më nëjmë. Unë ashtë kështë jam edhe djali vogël në shpe. I falen. Jo më kështë njëtë për ditë shme. Kështë që veç emën një për ndru, po vej gore. Jo, që ata që tha dhe labi për shembull, se cila familje që na në Kosovë e kanë të përjetu me që të emigrimin e dikujnat familjarëve. Unë fatkeqësisht shumicën e familjes e kam jashtë, kështu që kështu ka fillu si personazh gëzimi është paraqit në serial. E tash për momentin është një djalë i shtëpisë, kështu që mirë, një djalë i jogurtit i qetë, të presim çfarë bëhet më vonë. Kam marrë koptereve të pak. Thjesht nuk po qef me largu kërkosh për shtëpisë. E një ndër rolet që ka marrë komente të shumta është ai i Tonit, që luhet me mjeshtri nga Leonid Maloko. Se më në bre vetën? Po kujna mi alon o djalja. Unë nëse me qjela rastisht, se unë nuk e di që ka ndodhë me personazhin tem sezonin e dytë. Arjanit e ka ndodhë. Po mjetet me pa për një mend në episodin e parë, sezonin e dytë, qysh vazhdon këtë seriali edhe për një mend ka pas shumë pikpyetje pe publikut, çka ndodh, kisha dashur na lënë edhe pak çat pikpyetje me pas se cili shikues, kështu që juftoj me pa. Tash dësa se paraprakisht Aranitin e kam lidh bet, çka bën me folë, çka s'bën. Kështu që s'po gëzoj më shumë. Po nëse flasim tash për komedi. Nuk kam mësuar këtë, sot erdha veç pak në mu, kolegëve, edhe se kom ditë që ka intervistë, se shau. E ka në Ska lidhe, s'prekëm. Nëse flasim prej komedisë në dram, a mujtë me u përshta, duke di që je pak si natyrë komike? Pa i qëre, se cili aktor më nej që e gjenë, ose duhet me gjetë vetën edhe në dramë dhe në komedi. Edhe po më nej normal, kjo shkon bashkëpunim gjithmonë me regjisor, me skenarist, edhe nuk lojnë vetë, se cili të ndihmojnë qysh rreth personazhit, dhe karakterit, edhe normal edhe vetë. Edhe nëj s'është problemi madh me gjithë vetën. Çu kanë për ty sezona e parë, po mendoj komentet e njerëzve, ajo në sezona e parë mirë kanë deri në fund tani ka shpërthy personazhi te episodin e fundit e vrojnë me thonë me një farë fjale, kështu edhe çaty ka normal ka pas komente, pyetje shumë a kthehesh ajo, kështu që nuk e di ja na kthejnë ajo. Ja lojnë dorë skenaristit. E kuptojmë. Kaloja të lutem tek Albani, i cili për ata që kanë pas sezonën e parë, e kanë pas që nuk je kon pjesë e serialit. Apo na zbulon pse je këto? Pse je ardh? Përshëndetje. Unë jam këtu i ftuar prej Arjanitit, po. Bukën e bjen. Po. Unë kam një rol besoj epizodik. Nuk e di, asoj punë nuk i di. Po të kështarë se ka dhe me Arjaniti i dhe këtë krej. Epizodik edhe po, sa mëra jeti. Po mënej, unë jam veç një gur në atë mozaikun e malë këtij seriali që veç se publiku është mësu mi po këto ftyra dhe këto role dhe menoj që mëj nashta me kontribu sa do pak që me ky serial me pasat mbarvajtën edhe në sezonin e dytë që ka pas në të parën që u konë një serial që realisht i ka thy pak ato tabut që në Kosovë mund është me bo diçka veç me komedi. Niti u dal ndoshta ndër të parë që e ka ndru këtë lojë, këto rregullat lojës, edhe që mendoj që ka bërë shumë mirë. Ti po thu që jemi mysafir, a me të besu? Se dhe për Leonitin në një intervistën e kaluar s'di a kthena, nuk besoj, po qa? Realisht unë jam me shumë gjas, që ashtu qysh këna folë me Nitin, që jam rol epizodik, po që për një men këto punë ka njerë nuk i dijet, mundet më ju vyjë edhe në tardhën,
po qashtu është menu si fillim. Tani që shes nuk e di. Kur e ke pas sezonin e parë, tash hape zamrën pak, mos u bë djali i mirë. A ke thonë ti shakon edhe në pjesë e këtij seriali? Po, niti e den. Tra e kam thonë se na sado që luajm po në zhandër komedi edhe ajo e ka pjesën e vet. Mirë po që drama është tjetër sen. Edhe normal që këna lak më ka pjesë e një seriali tillë, secili aktor e ka pak ëndër. Kështu që mirë që më rriva me kom pjesë sado pak. Tek shyrëm se çka do jetë. Çka ka po të na lutet sezonën e parë. Apo në dhe vllau. Tash është vllau jon prej Maqedonisë, e që po mbohet shefi që u takum prap, njihemi prej shumë vitesh. A më tregon sa po janë të lotshme këto udhëtimet Kosovë-Maqedoni edhe pse po tash me thon dikujt më është bërë rutina, nuk e ndjej qatë shumë lodhe, sidomos kur e di që kam marrë me xhiru, me një ekip të mirë, me një serial që po thoni mirë, kështu që se ndjej lodhe hiç. A u mëson shikuesit se na jena mësuar të fakrit kohën teatr ose në role tjera, po ky pak më ndryshe. Sa ka qenë sfiduese për ty ose që të kalon edhe pa gjumë natën, tu mendu prej Marakut sa kom ja dal ose ako mu pranu prej njerëzve? Shive çdo rol që e marrim na përsipër është sfiduese. Si në teatr, si në film, si kudo qoftë. Edhe kjo në vetvete është sfiduese për aktorët, për personazhin. Do me thonë janë do rregullat të aktrimit që mos me tepru, mos me dal banal, edhe gjithmonë tu pas kujdes, tu e ndërtu vazhdimisht me kujdes edhe në fund besoj që kemi arrit një diçka normal. E mira në art nuk ka fund, edhe çdo herë e lypim më të mirën si serial, si personazh. Një ndër komentet më të mira që njerëz ta kanë bërë, apo ndan me neve që ka bërë kështu motivim. Një ndër komentet më të mira që ka qenë nuk je, do me thonë, je poshtat shumë të Kosovës, me që jam i Maqedonisë, do me thonë, e ke thy dialektin e tash je poshtat shumë në serial si personazh në bazë dialektit. Kjo është një gjë e mirë, kur arrin një aktor me thy gjuhën dialektin është një gjë pozitive për të. Faleminderit që mbaj mikrofonin, ma thuj ti të njëjtën përgjigje, do me thonë një komand që ç'tash po të met në kry. Që me thonë drejtën, thonë drejtën pak që shka shku sezona e parë, edhe përfundimin që ka po sezona e parë, njerëzve ju kom dhimt për një me se ndodhë që është epizodi fundit, edhe ju kom dhimt se e kanë po që kom luftu, që kom hek për me mledhë dhe pare, për me siguru vllaut, edhe shumë komente ka të mira, po ka komente që thujnë që unë e gjej vetën të ti, inshallah qohesh, inshallah pjesë e serialet, janë komente të mira që për një me të bojnë më një mirë edhe ke qatë mundin e qatë lodhin që ke pas ti në ashta ketë sezonën, që tu ta hekën, apëdin është një fash lirimi që e ki kur i shesh dhe komente. Që komente ka të mira që tu të këqia s'ka pas. Për komentet e mira, pa dyshim që folën edhe treshja krahu tim të djathtë. Unë që jam knaqër që komplet komentet që e kam për serialin kam komente, veç të mira, veç pozitive. Edhe sa në me mirë është që seriali u kap në qysh në epizodën e 2, 3, veç filloj mu kap. Kështu që për mu mjaftojnë që ato komente. Po në ashta ka me pas në skenë që në sezon 2, tani janë ishën shkujnë edhe për mu si për jetonin e për... A Ismail? Ismail, më falj. Kalon tash edhe te labja njëjta pyetja. E di që për ty ndoshta ka shumë a shumë sepse je shfaq më shumë dhe i ke emocionu njerëz më shumë. Kom pas komente. Po për shembull një unë si tip kam nevojë për kritik, jam edhe vetë autokritik, po sinqerisht ka pas komente shumë interesante. Sidomos për skena e këllimit. Epizodi 10 Flamuri, aty me thonë drejt një 30 sekondita të shadita është se ka pas komente, nga kanë vërshu kështu komplet. Edhe menoj që është një prej skena më të mira une. Jo pse kom lujt une, po që është si realizimin të nësi. E për fund, Arianiti zbulon edhe një detaj interesant për serialin Shtëpia e Madhe. Më me thonë në sen që ky sezon ka më konë pak më ndryshe se sezoni i parë në kuptimin e mirë, inshallah. Sezoni i parë ka qenë pak ma një drama
ma emocionale, pak ma e ka dalshme, kështu me thonë. Synimi jonë është që këtë sezon me pas edhe atë pjesë, po njëkohësisht pak me pas edhe pak një dinamik pak ma të shpejt, një dinamik pak ma të mirë. Mos me qit veç fukrallak, po me qit pak edhe sene të bukra. A ka më martu na i kush me na i kon? Vetet e shien. Kështu që edhe për zgjedhjen e lokacioneve, edhe në gjithë shka jena tu i bo me kujdes. Unë shfrytëzoj rastin me i falendëru krejt që po na lëshojnë objektet e tyne për realizim, shembull edhe kjo. Në vazhdim ju lëm me disa nga prapaskenat e xhirimit të epizodës 4 të sezonës së dytë. Shikim të këndshëm. E rubrika Rrëfim për mbrëmjen e sotme vjen prej një këngëtare shumë të dashur për publikun, sidomos me projektin e saj të fundit të titulluar Ku ishe ti. Në fakt, Bardhën krejt kemi njoft me mega hitin e padiskutueshëm Të kom rujt, të cilin e ka publikuar në pandemi edhe ka pas një shpërthim shumë në karrierë, por njihun e më afër me Bardhën e hitëve të fundit që po i plason për publikun. Po ta dëgjoni këtë këngë e dini direkt se bëhet fjalë për Bardhën e hitit Të kom rujt. Pas një periudhe gati 3 vjeçare rikthehet me një intervistë ekskluzive. Është vetëm fillimi i lancimit të projektit dhe pauza ime 3 vjeçare e këngës tjetër. Projekti është ecë shumë mirë, komentat e njerëzve janë shumë të mira. Jam shumë e lumtur për faktin që për shkak pauzës shumë të madhe prapë ku mora dashninë e njerëzve. Por pse ndodhi pauza? Fansave të saj do ju interesonte shumë kjo pjesë. Po duke pas parasysh që unë edhe vetë menaxhohem dhe më çdo shku pas ku e me pauzu për shkak se tregu muzikor i kërkon një investim të lartë. Nuk janë edhe pak çmimet shumë të tolta, edhe për faktin të e di që në tregun tonë çdo ditë kemi fytyrë dhe këngë të reja. Ku ishe ti, një baladë ndjeshme realizuar edhe me videoklip, e ka shënuar rikthimin e fuqishëm të këngëtarës kosovare. Për në Zoom, Bardha thekson se ishte fiks kjo kohë për këtë baladë që njerëzit po e dëgjojnë kudo. E për ata që nuk e din, Bardha ka filluar karrierën në një periudhë as pak të këndshme, por asaj kohe ja po hajren. Fillimi i karrierës time ishte gjatë pandemisë. Jam shumë e lumtur dhe krenore për shkak se reagimet e njerëzve kanë qenë shumë mirëpritura për projektet që i kam bërë. I kam prit shumë mirë, edhe kjo më ka bë pak në vazhdo ma shumë me punu, ose më kthi pas një pauze shumë gjatë. Bardha potencon faktin se është e hapur për bashkëpunime, ama aktualisht mendon që karrierën ta kanalizoj me projekte solo, që kështu të krijojë një emër në skenë që do të jetë më i qëndrueshëm. Por nëse flasim për mbështetjen që Bardha mori, ajo hedh edhe pakunja. E shumë mirë që më dzej muhabetin se edhe në ishta me dojë bashkë deri në qëtim. Fillimisht kur kam fillu muzikën, nuk është se kam pas për kroje për askojt, përveç se familjes, shoqnisë edhe rrjetet më të ngushtë. Pas taj të fillu me kohën, të e po që kanë besim mu,
me forcat e mia ja kam dalë edhe kam arrit këto ku jam sot. E sa I përket showbizit, në fillim të lansimit projektit parë, kam pas përkroje prak, se mos edhe pak a shumë e pon që janë të e gju njerëzit shumë muzikën, edhe ka qenë diçka që u arrit shumë për njerëz, u mi prish shumë mirë, kam pas përkroje. Po momentin që kam pauzu, pas rikthimit tam nuk është që e kam pas përkrojën e në njëjtë, sikur që e kam pas fillim. Kështu që nashte muna dhe mi cik që sa I përket projektit fundit, një sherë ose një diçka sot mjafton për me të po që po të përkron një artist I ri ose dikush I showbizit. Sa I përket përkrojes për artista përveç se Radit, bashkëpunëtorit tem që I baj tekstet me ta, ja kam besu punën e soj pjese do me thonë, edhe përveç Butrin të Rashitit, nuk është që kum pas në I përkroje shumë më dhe për artista që e kam pas fillim. Çka pas ku ishe ti? Po projektit Rodhës do të katë shumë shpejt mirë, po për momentin nuk guxoj me ndo, se nuk ka diçka konkrete, mirë po jo premtoj fillimisht që në momentin që do ja kem konkrete, do e ndoj me jo. Për fund ajo ka një mesazh të jetë motivues që duhet patjetër ta dëgjoni. Unë kisha dosh me dhënë një mesazh shumë të mirë për krejt ata që na ndjekin, suksesi nuk është përfundimtar. Dështimi nuk është fatal, guximi për të vazhduar përpara ka rëndësi, kështu që ndjekni ëndrat tuaja, të jetojmë, të krijojmë një tarmë sa më të mirë, edhe për brezat që do na vinë pas. E ju e dini që si qërshia mbi tort, më falë se është shka ka të reja, po dhe kjo është si qërshi mbi tort, sepse kam ju informu për emrat më të sfikuara dhe do I gjeni të përmbledhura në bloku në vazhdim në tema javës. Lotët e njerëzve që se lotët e kujt, lotët e kujt, çanke, lotët e kujt. Mri larg. Doksh me ju, pse rreni me njëri tjetrin? Si jeni dy tradhtar, jeni besprema. Çka është? Çdo fjalë është e tepërt, pamjet po flasin vet. Rikthimi I Eglit bëri lëmsh shtëpinë të izoluar prej 2 muajsh, por banorët e Bigut tashmë janë ndarë në grupe, ai I Rozanës dhe grupi I Gertës. E gjesti si gjest më I çmendi të gjithë me veprimet e tij që shpesh konsideron fëmirore, pra I duket që ka gjetur formulën për t'i acaruar bashkëbanuesit e tij. Pas darkës ku supozoj të sqaroj me Eglin, ajo nuk po ri rehat duke kacmuar Besartin, e madje I dhënë edhe informacione nga jashtë, gjë që me rregullat e formatit është ndaluar. Nëse tema që u diskutua këto ditë është padyshim tradhtia që Laertia bëri Valbonës. Kjo e fundit u eliminua duke bërë kështu që Vasilin ta cilësoj si besprem. Në spektaklin e radhës që do të jetë shtunën do zbulohet data e finales, e që të gjithë mezi po e presin. Momenti më emocionues si prajmi të kaluar ishte vizita prindërve të Gjestit dhe lotët e këtij të fundit, por banorët nuk po kursejnë atë duke akuzuar nënën e tij që nuk kërkoi ta takoj Eglin, në ndërkohë Gjesti ja takoi motrën e saj. Eldi?
Që ti po plëgve? Pak, kështu që të ftoj ti dhurosh një përqafim të fundit dhe të kthehesh në shtëpi. Shumë faleminderit. Çe. Krejt jena të lumtur me ty, bebi jam. Veç vazhdo që shtu shishje. Mos u mërzet. Si do qoftë situata, më në fund mori kaje tjetër. Gjesti premtoi Takos që raporti i tyre do të vazhdojë jashtë shtëpisë dhe mbi të gjitha pa kamera. Thënë më shkurt, meseljen e tyre do ta sqarojnë jashtë, ama vetëm në 4 sy. Pjesë e televotimit për këtë javë janë Aldo, Gerta dhe Jose. Rjeti ka vluar me komente se njëri nga djelmosha do të eliminohet duke hequr dorë nga çmimi i madh prej 100.000 euro. Ajo që na ka rënë në sy e vesh është se ekzistojnë disa gabime të Gertës e Rozanës, ani pse bën shumë virale në rrjetet sociale, ato kalojnë pa u bërë të mëdha në Prime. Por tema javës nuk mbaron me kaq. Viserlo ka qenë një ndër emrat më të komentuara ditëve të fundit, kjo sepse ati me njëherë pas daljes ju publikua një video pornografike, ama nga pamjet shihet që personi në fjalë nuk është ish banori Big Brother VIP. E madje në një intervistë ai edhe mohoi këtë gjë. Por tani në Zoom ka siguruar një video ku shihet Viserlo teksa puthet me një mashkull tjetër. Për ndryshe miqësi që dikur u krijuan, po ju vjen fundi, bëhet fjalë për Gjestin dhe Rozanën. Kjo e fundit dhe Egli, që dikur ishi shoqe, u kthye në rivale. E po ashtu Danja, e cila nga një mikeshe të gjithëve u kthye në mikesh me askënd. Se çka do të ndodhë më tutje në shtëpinë më të famshme në Shqipëri mbetet të kuptohet në vazhdim. Minutazh pas minutazhe, po mbrim kështu edhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Në Zoom, duke ju falendëruar përzemërsisht për vëmendjen tuaj dhe mbështetjen e vazhdueshme. Por jo, pa ju tregu edhe njëherë se cilet kanë qenë jo emrat më spikatur se i patëm të tema javës, po do i diskutojmë tani se kush ka sjell projekt të ri e kush është duke punuar vazhdimisht që për fansat e tij apo të saj. Do sjell materiale shumë interesante për publikim. Led Rivullën e disa të tjerë do i keni të përmbledhur në risit e showbizit shqiptar. E duke falendëruar make-up artistën ose salonin Sheholkat, po du edhe juve me ju përshëndet, e ne do të takohemi përsëri premtën tjetër nga ora 19. E ju deri atëherë ju e dini që ju dua shumë. Mua. Ka qenë një ndër personat më të përmendur në media muajve të fundit. E kemi fjalën për Olsi Bylyko. Ai ka plesuar një tjetër këngë që të gjithë aluduan se është dedikim për Eglën. Drama mban titullin Prurja e Olsit, e që për tekstin si zakonisht të përkujdes vet ai. Buja Beats realizoi beatin ndërsa miksimin dhe masterizimin e punoi Alex Gjompalaj. Dyshja suksesshme Fifi dhe Luizi nuk po i ndalin risit. Ata gjatë javës që po lën pas erdhën me Ama Ama, tekstin e së cilës e ka shkruar vet Fifi, e cila bëri dhe melodin. Ana vizuale u punua nga Valon Aziri, projekti mban vullën e SBS Entertainment. Për
ty po dehëm po I bën bashk dy emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Bëhet fjalë për Burakun dhe Teuta Selimi. Këtë kanë bërë të ditur vetë ata duke publikuar këtë imazh në Instagram me mbishkrimin së shpejti. Ledri Vula erdhi me vetë në dhomë e madje ai ka bërë të ditur që ky projekt do të jetë një prej disa që do I përmbajë albumi. Vlen përmendet që tekstin e ka shkruar vetë Ledri kurse biti u punua nga Nart Kelmande. Sa t'kan prit, këtë se kam dit, nuk kom pojë, nuk kom një, sa t'kan prit. Një bashkëpunim mjaft interesant erdhi nga dyshja Adelina Ismaili dhe Mentor Haziri. Ata bashkuan forcat për Lule Kuqe, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë Mentori I cili bëri dhe muzikën. Për më shumë ndiqeni këtë premier. Këtë herë një projekt muzikor nuk është risi, por risi është rikthimi I Drilon Ramës në rrjetet sociale. Postimi I tij I fundit daton në shkurt me mbishkrimin I hëngra krejt po prap jo mund. E duket se është kunj për të gjithë ata që thanë se bokseri nuk e ka meritu fitoren e Big Brother VIP Kosova. Duket se romanca ndryshoi Drilonin nga një gangster në një djalë romantik që bën dedikime. Ai ishte në ditëlindjen e Sarës e nuk mungoi një urim I tillë.